Në fjalimin e fundit janë mërzitur shumë grupe kriminale edhe shumë ata që duhet mërzitesh. Pse janë mërzitur? Sepse regjimit jetojnë me frikë. Dhe demokratët sot e kanë thyer frikë. Demokratët nuk kanë më frikë. Por frikën më të madhe në Shqipëri e ka çuni Kristaqit. E di pse e ka? Sepse ka fshehur të gjithë drejtuesit e qarqeve për që nuk bëjnë asnjë debat televiziv. Është fshehur edhe vetë duke bërë monolog, bën monolog me mikrofon me veten para pasqyrës, sepse ka frikë për ballet. Ja ku e ka doktorin kryetar e partisë, le dalin debat. Po deshin le dalin me mua, se u kam qef të haj gjallë. Megjithse ai nuk hahet. Ata mund ta haj ky Elbasanit, Mr. Bifteku, po t'i hedhi pak kripin e Nusretit që ka hëngrë në Dubai. Na ishte mërzitur dhe një nga intelektualët më të mëdhenj për masave botërore, Taulant Balla. Ishte shqetësuar dhe ai për nivelin e bisedës. Tani e kuptoni ju sa qesharak janë? Dhe njëkohësisht sa frikacakja. Pse? Se ka një armat si në studio dikur. Ta e dini të gjithë, ne jemi bio, ne jemi të djathtë me shpirt. Ne e duam përballjen.